Sipas të dhënave më të fundit, gjatë vitit të kaluar, abonentët e telefonisë celulare realizuan mesatarisht 104.005 thirrje dhe folën rreth 228 minuta në muaj. Këto shifra tregojnë se komunikimi zanor vazhdon të ketë një rol të rëndësishëm. Megjithatë, trendet globale sugjerojnë një zhvendosje graduale drejt komunikimit përmes internetit, përfshir aplikacionet e mesazheve dhe thirrjeve online. Hulumtimet rreth përdorimit të telefonisë mobile përmes rrjeteve të operatorëve thonë se ka shënuar një rënje të dukshme. Por noft WhatsApp-i, noft Viberi. Çmoti qytetarët me avancimin e teknologjisë kanë bërë zgjedhjen e tyre. Flasin me këto platforma sociale jashtë shtetit, por edhe brenda duke u bërë vegla më e përdorur e komunikimit. Mjafton vetëm të kemi internet në rast të nevojës dhe të kyqemi në Wi-Fi. Qytetarët kanë preferencat e tyre. Pavarësisht se shumica preferojnë thirrjet mobile, duket se trend po bëhet përdorimi i aplikacioneve të ndryshme. Kur thirr dikon, a thirr prej numrit apo e përdor më shumë Viberin ose WhatsAppin? Prej numrit. Po Viberin, WhatsAppin a përdor? Dëniherë. Në numër. Në numër? Po. Përdorni WhatsAppin dhe Viberin për të bërë telefonata? Ja. Jo? Ja. Numrin e përdorim atëherë. Ato t'jashmi, po, atëherë, po, me Viber ose me WhatsApp. Po. Këtu më afër, këtu me numrin. Unë jam prepaid për shembull, gati se gjithë i kanë këto oferta që janë mujore, kanë internet, kanë këto thirrje që janë mujore, mu më vjen mirë se veç va bëj një zile në ato më thirrjen. Okay. Për ndryshe edhe shfrytëzoj javore bëj internetin e shfrytëzoj çatëherë për të shkruajtë edhe thashë edhe në Maqedoni, thirrje kështu me WhatsApp po. Edhe nuk harxoj, mund të harxoj 200 denar në muaj. Kështu që jam ekonomiste kështu në përgjithësi. Me numër, po. Kryesisht me numër, po. Unë me postpaid jam, edhe nuk i shfrytëzoj shumë Viberin, WhatsAppin, veç për punë i shfrytëzoj ato për poste dhe çashtu sende. Numri i abonentëve aktiv të telefonisë mobile në fund të vitit 2025 arriti në 1.954.643, që paraqet një rritje prej 1.82% krahasuar me vitin paraprak. Kjo rritje është nxitur kryesisht nga abonentët rezidencial me kontratë postpaid, të cilët shënuan një rritje prej 2.55%. Në përgjithësi, të dhënat tregojnë se tregu i komunikimeve në vend po kalon nga një model tradicional i bazuar në komunikimin zanor drejt një modeli gjithnjë e më digjital, ku interneti dhe shërbimet e integruara po marrin rolin dominues në jetën e përditshme të qytetarëve.